Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzime Rafuna, ka deklaruar se Oda Ekonomike e Kosovës e sheh me shqetësim kërkesën për rritjen e çmimit të energjisë elektrike si për bizneset ashtu edhe për qytetarët, duke paralajmëruar se një rritje e re do të ndikojë drejt për drejt në koston e prodhimit, standardin jetësor dhe fuqinë blerëse, raporton Ekonomia Online. Po ne e shohim me shqetësim rritjen e çmimit të energjisë elektrike si për biznesin si për qytetarët e Republikës Kosovës. Për biznesin për shkak që rrit koston e prodhimit, që çmimi i energjisë elektrike është kosto operative për biznesin dhe rrit koston e prodhimit, sidomos të prodhuesat aty ku e kemi pikën më dot, për shkak se importet na kanë mbërrim mbi 7 miliard, kurse eksporti na ka rënë në 940 milion, ndërsa vitin e kaluar kishim 944 milion. Ndërsa për qytetarët e Republikës Kosovës e shohim për shkak të uljes së standardit jetësor dhe për shkak që një rritje e tillë do të ndikojë drejt për drejt në xhepat e tyre, po që do të ulet edhe si fuqi blerëse në kuptimin e konsumit ose blerjes së marrave dhe shërbimeve prej biznesit. Kështu që ne e shohim me shumë shqetësim rritjen e çmimit të energjisë elektrike dhe nuk mendojmë që është e drejtë një rritje e tillë mbas rritjes që e kishim të vitit të kaluar në prej 16.1% për qytetarët e Republikës Kosovës dhe nxjerrjes së bizneseve në tregun e lirë. Po të presim, të shohim derisa të zyrtarizohet, për shkak se tani jemi në fazën vetëm të propozimeve dhe kërkesave. Në momentin që do të zyrtarizohet, ne do të ulëm, do ta bëjmë një analizë, do të kërkojmë edhe prej aktorëve, sidomos qeverisë që do të më kanë përfshime në këtë rast dhe zyrtë regulatori të energjisë elektrike për me pas çysh mundëm me ndalë ose çysh mundëm me tejkaluar këtë sfidë. Shiko, një rritje e re e energjisë elektrike do të jetë një goditje e radhës për bizneset. Për shkak se çysh tani bizneset të cilat janë nxjerrë në tregun e lirë, fakturat ju kanë ardhur 200 deri 400% më shtrejt. Ndërsa shumë biznese të vogla që janë start-upe familjare e kanë pas shumë të rëndë dhe kanë shumë të rëndë qëndrimin në treg përballjen me konkurrencë. Çmimi i energjisë elektrike është vërtet që ka qenë më i liri në rajon dhe kjo ka qenë një prej elementeve me të cilën ne jemi munduar me të rjek investitor, duke përfshirë elemente tjera që ka pas si Kosovë. Kështu që një rritje e re do të jetë një goditje shumë e madhe për biznesin dhe nuk do t'i shërbej thithjes së investimeve të huaja apo zgjerimin e investimeve të brendshme në Republikën e Kosovës. Korporata që merret me furnizimin e energjisë elektrike dhe shpërndarjen e saj në Kosovë ka kërkuar rritje mbi 21.3% të tarifave të energjisë elektrike për vitin 2026, duke u thirrur në rritjen e kostove operative dhe nevojën për sigurim të furnizimit të qëndrueshëm me energji.